Ka disa informacione për protestat, natyrisht meqense jam edhe unë në këtë lloj mjedisi, kam dhe informacionet e mia, kam përshtypjen që nuk ka një lider të vetëm, një udhëheqës ose organizator të vetëm, janë të paktën 3 grupe të ndryshme kryesore, të cilët janë marrë me organizimin edhe me strukturimin e protestës gjatë këtyre ditëve, por jo një grup i vetëm. Nga ana tjetër pastaj ka plot rryma, ka plot grupe të ndryshme të cilat marrin pjesë në protestë, sjellin kontributin e tyre, jo domosdoshmërisht duke luajtur ndonjë lloj roli organizativ. Pra është një lloj shumësie. Nëse mund t'i përmendim, cilat janë këto 3 grupe? S'di t'i vej emër sepse kam përshtypjen që ata vet nuk kanë vënë emër grupe, po janë grupe që strukturohen kryesisht tek menaxhimi i pjesës së të folurit, aty të fjalimeve dhe pjesërisht dhe ajo që është më e rëndësishme pastaj edhe tek pjesa e kërkesave, atyre kërkesave të famshme që janë paraqitur gjatë kësaj kohe. Aty duket që ka një lloj dakordësie dhe aty duket edhe pastaj që ka një lloj grupi, që ka një lloj, le të themi, bashkëpunimi grupesh organizues. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.